18 kurse, Ornaldo Rakipi nuk ndjet I rrezikuar nga Xhemal Qefalia, pasi ky I fundit është duke humbur më shumë vota, rreth 128 vota, kurse Ornaldo Rakipi vetëm 21 vota. Pritet të ketë rinumërim për qarkun e Tiranës edhe në 5 ditë në vijim dhe të paktën për Tiranë nuk pritet asnjë ndryshim edhe në rast se vijojnë me këtë marrëhumbjes të votave dy partitë kryesore apo edhe partitë e tjera të vogla apo të reja. Por më pas, javën e ardhshme pritet filloj rinumërimi për qarkun e Fierit, aty ka dy gara, njëra është mes koalicionit Nisma Shqipëria bëhet dhe Partisë Socialiste. Nisma Shqipëria bëhet synon të marrë mandatin e parë, por duhet të rikuperoj 500 vota për të marrë mandatin e 12 Partisë Socialiste, ndërsa një tjetër garë është brenda listës së Partisë Socialiste, mandati I Zegjinet Saushit dhe gruas tjetër më poshtë në listën e Partisë Socialiste ndahet me vetëm 40 vota dhe pritet shihet nëse Zegjinet Saushi do arrit të ruaj mandatin e saj apo mund ta humbi në rast se vetë ajo humbet vota nga rinumërimi. Ndërsa pas Fierit I fundit mbetet Durrësi, I cili do të hapet pjesërisht, pra do të hapen vetëm 294 qendra nga. Do të shohim në fakt se çfarë do ndodh edhe në Durrës, se do të ketë ndryshime të lëvizjeve të deputetëve në listë. Mirë, ishim me kolegun Andon Kellu.